Mirë mbrëma dhe përshëndetje për gjithë juve miq të Radio Televizionit Iliria. Kam kënaqësi që sot para juve po paraqitem në emisionin më të ri qasje tridimensionale me dy shoqe dhe dy mike të mia të dashura. Profesioniste të cilat gjithmonë e kanë rujt modestinë, por që ka kontribu jashtëzakonisht shumë për shoqërinë tonë. Qasje tridimensionale, përveç që do të trajton tema nga dimensione të ndryshme, sepse të trija kemi profesione të ndryshme, e veçanta e këtij debati, e këtij diskutimi, bashkëbisedimi, është për faktin që të trija jemi nga rajone të ndryshme të Kosovës. Belkise Berisha Gjemali ka lindë dhe është rrit në kryeqytet. Valentina Leku Gashi ka lindë edhe është rrit në rajonin e Drenicës. Edhe unë, Ganimeta Ademi Bytyqi, kam lindë edhe jam rrit në rajonin e bukur të Karadakut. Krejt kjo bën me kuptu që përveç diversitetit profesional që e kena në trija, e kemi edhe një diversitet ose një bazë kulturore ndryshe për njëra tjetrës në Kosovën tonë të dashur. Qika, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Qysh po ndihesh, Belkise, në këtë panel diskutimi? Shumë mirë, si në shpe. Valentina Leku Gashi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi me marrë pjesë në emisionet e juaja, sidomos në këto emisione që janë kaq të mira, kaq përmbajtësore dhe që gjithmonë janë në kujtim të traditave, të vlerave tona si shoqëni dhe si popull shqiptar. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësia ime. Valentina the që është kënaqësi me qenë pjesë e emisioneve tuaja, po ky emision është i përbashkët. Kështu që këtë rrugtim do t'jemi kismet, inshallah, mbofte gjeli sabër, bashkarisht të trijat edhe përshpresoj që gjithçka po më na shku mirë e marë. E të dashur shikues, për temë të parë, bashkarisht e kemi vendosur me fol për vlerat kulturore të shoqërisë tonë. E kemi përzgjedhur si temë sepse shpesh mendohet që jemi në krizë të vlerave si shoqëri. Ndoshta për shkak të tranzicionit në të cilin po kalojmë, për shkak jemi vend i ri, domethënë shtet i ri, secili vend pas luftës përballet me tranzicion, e për fatin ton s'po di atë mirë atë keq, na ka nxënë edhe tranzicioni botëror i shpërthimeve të mëdha teknologjike, që kanë bërë dy faktorë që ndoshta shpesh herë i sfidojnë vlerat kulturore, jo vetëm të vendit ton, po të gjitha vendeve të botës. Po fillojna me Valentinën duke qenë se është pedagoge dhe pedagogët janë pak ma që po thojnë këta të rritë me vlera kulturore. Vale, çka është për ty vlerë kulturore? Ose si popull, cilat kanë qenë ato vlera që na i kena pas, e që nashti na do këtë që thash që Gane populli shqiptar identifikohet kudo në botë për vlerat dhe traditat e çmuara që kemi si popull, si këmbë. Populli jonë është popull i vlerave, është popull i traditave, është popull i besës, i fjalës, i mikpritjes. Prandaj kudo në botë ose në cilin do kontinent që të jemi, na kena mjaft shumë për me fol me krenari dhe me shumë burje për popullin tonë. Beki disi avokate, apo me ndonë njëjtë me Valentinën që duhemi me umburë dhe me qenë krenar para botës me tradita që i kena? Unë vlerat shoqërore e kisha dasht me i trajtu në aspektin ligjor, për atë arsye dhe jam eftuar sot këto, që me trajtu këtë temë dhe cilin do temë tjetër të këtij ciklit të emisioneve në aspektin profesional, cilit edhe i takoj. Konsideroj se Kosova ka një sistem të kualifikuar legislativ, të kompletuar, i cili parashe barazin, mbron drejtsin, mbron të drejtat e njerëzit. Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës mbrojnë të drejta në pronë, lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen nga dhuna. Mirë po, konsideroj se përkundër përparimeve ligjore, vlerat shoqërore ju gjithherë kanë ecur në të njëjtin ritëm me ligjet. Po i referohem rastit të fundit të dhunës në familje edhe vrasjes tragjike që ndodhin në Drenas, ku në rastin konkret
shohim qartë se akoma ekziston një handicap ndërmjet ligjit dhe praktikës shoqërore. Pra, edhe përkundër faktit se legjislacioni ynë në fuqi këto vepra i konsideron qartë të ndaluara dhe i sankcionon në mënyrë të qartë apo të dukshme, për shkak të mentalitetit të vjetër, apo edhe për shkak të mos edukimit qytetar në aspektin ligjor, ka pengesë në zbatimin e drejtë të drejtësisë. Pajtohem me Valentinën se në të kaluarën Kosova, vendi ynë, ka pasur kufi moral, sidomos ka qenë ndaluar dhuna në sy të familjes, në sy të grave dhe në sy të fëmijëve, ndërsa sot duket qartë se kjo vlerë, pra me rastet e fundit që po ndodhin në vendin tonë, duket qartë se kjo vlerë është zbehur dhe është në zhdukje e sipër. Po ashtu pajtohem me Valentinën se në të kaluar në vendi ynë si Kosovë ka qenë ndërtuar në parime të forta morale, siç kanë qenë besa, mikpritja, nderi që i përmendi Valentina, e po ashtu një ndër vlerat dhe parimet ka qenë edhe toleranca fetare. Po ashtu në kohën bashkohore, durimi fetar, etnik dhe racor konsiderohet vepër penale dhe është sankcionuar e dënuar çfarë do forme e nxitjes dhe urrejtjes fetare, racore apo etnike në Kosovë, mirë po në realitet shohim se mosdurimi fetar kohëve të fundit është në rritje sipër, sidomos në diskursin publik. Andaj unë personalisht konsideroj që sot e kësaj dite ekziston një sfidë sa i përket zbatimit të ligjit dhe praktikës shoqërore. Pra vlerat shoqërore nuk janë të atilla siç kanë ekzistuar më parë. Po ashtu, në këtë rrafsh du me theksu patjetër edhe një fakt ku zbatimi i ligjit në Kosovë ndikohet nga mentaliteti vjetër, ku gratë, pra gjenia femërore, kryesisht në shumicën e rasteve, heqin dorë nga një drejtë themelore elementare e që është e drejta në pronësi, për arsye se pronësia në bazë të mentalitetit të vjetër konsiderohet si pronë e burrit. Andaj konsideroj që kjo është një sfidë sa i përket zbatimit të ligjit në praktikën shoqërore dhe konsideroj se mos zbatimi i ligjit në shoqëri nuk paraqet vlerë shoqërore. Mirë po e kundërta, forcimi i zbatimit të ligjit në shoqëri dhe aplikimi sa më i shumtë dhe më i shpeshtë i ligjit sigurisht që paraqet një vlerë shumë të rëndësishme shoqërore të vendit tonë. Kjo bëm me kujtu atë thonjen nga thëna në të bërë, në mes qëndron një det i tërë. Edhe na ligjet shkruame sa dush, besa ligjet që flasin edhe të bëjnë me kuptu që ti nuk guxon me bëj që të gabim, ti nuk guxon me bëj që të gabim, nëse bën këtë veprim dënohesh me çka vjet, po në anën tjetër sa më shumë nështë që kemi ligjet shkruame, se të paktën i çdash tash jemi shtet. I çdash me funksionu më mirë. Dikur kena qenë në pushtemin e dikujt edhe nuk e kemi pas që kaq të shprehur as dhunën, as nxitjen e urrejtjes fetare, as shumë domethënë shkelje tjera ligjore që na i bojnë sot. Domethënë na ka rrit gjithçka ai farturpi shoqëror, që konsideroj që kemi pas vlerë si shoqëri, na ka rrit turpi edhe i kemi rrit vlerat shoqërore, dyqysh nuk i kemi bërë të gabime madhore. Dikur kanë torp me ngre dorë mbi grun, burrat e ndaj, burrat të fuqishëm nuk i kanë rrej gratë. Sot kërcënohesh me legjë, shkon polici, besa mundesh me përfundu edhe në burg, po prap se prap dhuna ndaj grave, as psikologjike, as fizike, nuk mungon. Që të bën në mënyrë që çka po çalojna, çka është ka ndodh, edhe indirekt të kuptojna që jena në krizë të humbjes së atyre vlerave shoqërore që i kena pas. Apo mendon Valentin që jena, domethënë te ai kufini edhe na të luftu për mi rujt vlerat shoqërore që dikur i kena pas? Pikërisht gone, më herët, nështë ta ke qenë i sankcionuar vetëm ligjërisht. Po mënoj, tani është sankcionohesh vetëm ligjërisht. Më herët i ke qenë dy fish i sankcionuar. Sepse ke pasur një zot shtëpisë që nuk e mujt vetëm po e zom një burr me u pyet për gruën e vet. U shpytë dikush më lart. Edhe plaku shtëpisë ose dikush tjetër. Do me thonë, ti ke qenë dy herë i sankcionuar atku. Që do thotë na s'kena pas nevojë me kalu te ligji het sepse mëra familjes janë zgjidh problemet. Tani, se cili jena ma të fuqishëm se njëri tjetri, tani vjen keq me thonë, po sinqerisht kemi ardhur
të kufini për disa vlera, të kufini i këtyne vlerave shoqërore e popullit tonë që sa po arina mi mbajt. Pse? Sepse në popullin tonë aq mirë ka funksionu familja bërtham, respektin ndaj matë moshuarit, respektin ndaj burrit, respektin familjen përgjithësi, ndërsa sot nuk është zbe kogja shumë respekti edhe ndaj familjarve, edhe ndaj burrit, edhe ndaj të moshuarve, edhe sinqerisht m'vjen keq me e thonë, po në familjet e sotme secili kërkon vetëm drejta, duke filluar që fëmia, secili kërkon drejtat e veta, pa mendu që krahas të drejtave na kena edhe përgjithësi. Ndoshta ka njerë do të më ka përgjithësit shumë atë mëdha sa vetëm të drejtat. Gjithmonë jena pro drejtave, po jemi aq shumë kërkim tyne, sa që paharojmë fare përgjithësit tona që i kena. Prandaj edhe si pasojë këtyne vjen shkaqet që edhe po ndodhin. Edhe është edhe aktualiteti që na zakonisht po përballemi dhe po sfidohemi çdo ditë me to. Janë dhuna në familje, vjen edhe te vrasja, po këto shkojnë zinxhir, nuk vjen një vrasje vetëm aty për aty. Këto shkojnë zinxhir. Pra kështu mendoj që sot vlerat fatkeqësisht do të me u kujdes shumë me urujt, sepse kanë filluar me u zhvej shumë. Pra po kthen ata ajo që na dina tash jena shndru, do të thonë në një shoqëri ma shumë të informacionit, ku përqendrohemi me ma shumë informacione për një çështje, me shkru shumë për një çështje të caktuar, po në anën tjetër e kena harru praktikën. Ndoshta edhe vetë nuk jemi model i mirë i përqimit të vlerave shoqërore tek gjeneratat e reja. Se përderisa një kohë gjatë kemi rujt vlerat shoqërore, kjo të bën me kuptuar që prindrit tanë, gjyshrit tanë kanë qenë ata që kanë ditë me i përcjell brez pas brezi vlerat shoqërore. Prej besës, prej fjalës dhënë, pse ato i kanë praktikuar në praktik, domethënë i kanë vënë në praktik. Sot fëmijët për shembull nëpër shkolla i mësojnë të drejtat, besa edhe përgjegjësitë. Ndoshta në gjitha landët deri në shkollë të mesme. Po në anën tjetër kur në jetë si shoqëri nuk kemi pas fëmijë ma të papërgjegjshëm. Fatkeqësisht. Edhe nuk po them ma të pa edukuar se mundet me tingëllu vrazhd, po fatkeqësisht fëmijë që nuk e respektojnë sa duhet as mësimdhënësin, as prindin, as njëri rrugës që për neve ka qenë turp. Ka qenë marrë, mos me përshëndet njerit më shumë. Besa jenë di keq si fëmijë nëse e ke pa dikon të i bartë do torba, tranda dhe ai ka qenë më shumë edhe ti nuk i ofru edhe me i kërku ndihmë. Do më thonë krejt këto po zbehen sa ato që nështë mundohen edhe institucionet përmes librave të shkrume me i përcjell, po nëse ti nuk je model si prind, edhe nuk je ndihmon dikon rrugës, nëse nuk je model i prindit që e mirëpret musafirin, nëse nuk je model që e ruan fjalën, e mban premtimin, atëherë ko të mundohesh me përcjell ose me ia thon fëmisë. Gana nëse mundem me u ndërlidh të kjo, ma herët mësimdhënësit kanë pasur shumë autoritet. E që sot vjen keq me thonë që krejt bara bjen mbi krahërorin e mësimdhënësit. Do më thonë, nëse një fëmijë ka pas probleme, ose ka ba probleme në shkollë, ajo shqyrtuohet të shtëpia prej familjarëve të vetë. Pse ti se ke dëgju mësuesin, ose pse ke shkaktu probleme. Sot, më vjen keq me thonë, po pak kemi prind që e qërtojnë fëmijën pse ka shkaktu problem. Shkojnë e qërtojnë mësimdhënësin. Po, përkundazi, gjithmonë bara bjen mbi mësimdhënësin. Gjithmonë faji drejtohet ka ata, për gjithçka. Prandaj edhe autoriteti mësimdhënësit ka ra duke mos pas mbështetjen sa duhet prindërve, siç ka qenë dikur. Edhe sigurisht fëmijët para një kohe kanë pasur edhe marrë, edhe gjuna, edhe frikë. Vjen keq me thonë, po fëmijët sot nuk kanë marrë, nuk kanë turp, nuk kanë gjuna, edhe nuk po kanë frikë. Edhe krahas kësaj sigurisht mungon edhe respekti. Vjen keq me thonë, po është një aktualitet që ndoshta na tentojmë me mshef, po është ky me cilën na po jetojmë çdo ditë. Sepse nëse ti flet me një mësimdhënës, besom që çdo ditë secili mësimdhënës ballafaqohet me sfida të ndryshme. Prej ku vjen sfida prej nxënësve? Është e dhimbshme. Po na duhet si shoqëri mos me elan, mos bëj kaq shumë, mandej kërkojna arsim cilësor. Si mund na merrit atë një arsim cilësor ku na elementarët në bëna shkollës, respektin e mësimdhënësit, fjallën e tina nuk respektojna, nuk e dëgjojna. Ku me arritna me një mësimdhënës, ku me arrit me mësu qata fëmijë, ku me arrit me spjeguar në klasës. Shpesh, thamë, vjen shumë keq sepse nuk kom pas
raste nga afër si pedagogën e shkollë. Shumë mësimdhënës nuk e kanë hallin qysh me spjegu mësimin, qysh me spjegu një lanë caktuar, por kanë hallin qysh me nejt 45 minuta mbrana orës mësimit prej nxënësve. Nuk mujna me kthy fajin gjithmonë vetëm ka nxënësi, sepse ata janë në formim të karakterit të tyre. Ata janë në kohën e adoleshencës. Na nuk mujna ndoshta as mi fajsu edhe prindrit, po do të me fuqizu bashkëpunimin mes shkollës, mes prindërve, mes nxënësve, edhe me gjetë bashkarisht problemin, sepse bazamenti i shoqënisë tonë është arsimi, është edukata, janë shkollat. Prandaj na duhet fuqishëm me mbrojt autoritetin e mësuesit, me përkrah mësuesin. Edhe te kjo çështje, domethënë është rregulluar në aspektin ligjor. Përmendën mandime avokatën, po në anën tjetër edhe kjo të bën me kuptu që nuk është ligji qaj që neve si popull na mushmen. Bile ka një herë ligji, po din mëna, nuk po të mëna qitë piranit, që mujnë me thonë që kjo... Kjo është tema e Bekit, veç po ndërlidhem që në bazë të atyne që ndoshta rrime, shojme dhe gjëmë zëdet, Kosova i ka ligjet më të mira. Problemi jonë vazhdon me kanë, sa i përmbahemi në atyne, zbatimit ligjeve. Po veç në herë ma le për shtypjen mu që fëmijët e tonë, të dëgju për të drejtat e veta, të dëgju që ti në orë të mësimit, do shmja respektu të drejten. Me legjë është ndalume edhe veshin mja ngrej, edhe mja ngrit në është ndalume mja ngrit edhe zërin. Psikologët thojnë du të mja rujtë shëndetin mendor, nuk bën me lanë mund një keq emocionalisht. Dëmë thonë një standarte që i përshtatën është me shkolla ndërkombëtare ku i kanë 3-14 nxënës, po të na që ndodhë me pas 30 nxënësa me një klasë, a përshtatët që ky ligj me rrethonat tona të jetës? Ligje mu më vjen keq, po nuk pajtona plotësisht me juve, sa i përket asaj se vlerat shoqërore janë në humbje sipër në krahasim me të kaluarën. Unë paraprakisht edhe vetë e citova dhe theksova më herët se është e vërtetë se shoqëria jonë të kaluarën ka qenë ndërtuar në parime të forta morale, siç janë nderi, besa, mikpritja, e përmendëm tolerancën fetare dhe shumë parime tjera të shëndosha të shoqërisë tonë, të cilat sot e kësaj dite domethënë janë zbehje e sipër, mirë po duke ju referu pyetjes t'ju vegane se për cilën arsye po vjen deri te këto probleme, unë konsideroj, sepse në të kaluarën, siç e theksuat, nuk ka pasur probleme të tilla, unë konsideroj se edhe në të kaluarën ka pasur probleme të tilla, mirë po të njëjtat nuk janë shfaqur, për shkak të frikës nga paragjykimi shoqëror, e cila frikë ekziston edhe sot e kësaj dite. Shumë kush nga shoqëria, sidomos grupet e marginalizuara, për shkak të frikës nga paragjykimi shoqëror, nuk i kërkojnë të drejtat e tyre, të cilat u një ligje, edhe ligjet të përkatëse pra në fuqi, e po ashtu në disa raste edhe mungesa e njohjes së ligjit. Ka raste kur qytetarët e Republikës Kosovës nuk e dinë edhe çka kanë të drejtë me ligj dhe çka nuk kanë të drejtë me ligj. Në anën tjetër nuk po kam dëshirë me u ndal shumë te çështja e mësimdhënies, për arsye se ato janë metoda të caktuara që ndoshta institucionet parashkollore, para universitare e tjerë duhet me i apliku dhe duhet me gjetë metoda efikase që me ardhë drejt e një zbatim efektiv i mësimdhënies. Mirë po konsideroj se askush nuk mundet që duke zbatu të drejtën e tij, t'ja kufizoj apo t'ja shkel të drejtën tjetrit. Qoftë mësuesi duke zbatu të drejtën e autoritetit të tij që janë një pozita zyrtare, ta shkel apo ta kufizoj të drejtën e nxënësit, qoftë mashkulli në familje duke ushtru autoritetin e tij të kryefamiljarit t'ja shkel të drejtën antarit tjetër të familjes dhe konsideroj se këto probleme nuk vinë për arsye të tjera, po për faktin se shoqëria jonë ende është duke kaluar nga mentaliteti i vjetër nëse guxoj me quajt në mentalitetin modern. Përderisa në të kaluarën roli gruas në vendimarrje ka qenë zero,
sot e kësaj dite roli i gruas në vendimarrje është në rritje sipër, nuk them se është i kënaqshëm, mirë po është në rritje sipër, edhe sigurisht që kjo sjell probleme për arsye se një fakt i tillë ndeshet me mentalitetin e kaluar, i cili akoma nuk ka shku dhe akoma nuk pajtohet. Edhe kjo i lëkund ato themelet patriarkale të asaj mendësisë që kena pas. Po, kështu që jo të gjitha vlerat shoqërore në të kaluarën, konsideroj që kanë qenë vlerat të mirëfillta të një shoqërie, disa prej vlerave. Me tezën padyshim, Beki ka më shumë drejt, po vetëm nuk mundna ndoshta me përgjithësu të gjitha çështjet, sepse kur jemi të mësimdhënësi, në mungesë të autoritetit të mësimdhënësit në klasë, ç'është mundna pas një mësim cilësor. Kur ndoshta më shumë dëgjohet britma e fëmijëve, nxënësave se sa e mësuesit. Kur nuk dëgjohet. Prandaj unë nuk thash nuk mundna me i fajsu gjithmonë vetëm nxënësin. Prandaj është shumë e rëndësishme me fuqizu trekantin didaktik shkollë, domthonë mësues, prind edhe nxënës. Sigurisht na jena të diskutuar shumë ndoshta rreth vlerave e që duhet me mundu me i rujt sepse edhe këto vlera nuk ka qenë e lehtë me i mbajt. Kur flasin të mikpritja, ti nëse kthehesh edhe i pyet gratë, nana, gjyshet tona, se cila është kanë do që pyte asoj kohë, se cila ka jetuar në sfida. Edhe ka pas shumë vështirë me i mbajt, ndoshta me mbajt atë mikpritje sa e mirë ka qenë atë kohë. Kanë ardhur ndoshta 11 natës mysafir prej rrugës, kanë hyrë notë dhe ajo është dashur me gatu bukën e nxehtë në qatë kohë. Mos sa bën me kuptu që është vlerë shoqërore, të bën me dal ka roli avokatës që mundet me kuptu edhe si cënimi të drejtave. Po me gjetat personale. Prandaj thuhet që për me bë mirë, duhesh me hek pa keq. Në vlerat tona edhe besa që është mbajt. Ka njëherë nështë ka qenë pyetje dhe jeta njerëzve dhe shpesh herë, po besa e dhën është mbajt me jetë ose vdekje. Besa, fjala shqiptare është mbajt gjithmonë. Prandaj për me mbajt këto vlera, sigurisht nuk ka qenë e lehtë. Ka ndo që pyesin na pe pitparëve tanë, secili ka më fol për sfidat që ka kaluar. Edhe nëse krahasojmë një grua të asaj kohe me një grua të kohës së sotme, nuk ka diskutim që jeta jonë është shumë më e lehtë. Ndoshta jena të ngarkuna me çështje tjera që ato si kanë pas, mirë po megjithatë ne jetojmë shumë më lehtësisht se ato. Po sinqerisht për me mbajt familje, me mbajt fjale, me mbajt ndoshta nderin, me mbajt mikpritjen, padyshim që është e vështirë. Padyshim që është e vështirë. Po thjesht na jemi popull shumë bujar, edhe nuk e kena mendu veten, po e kena mendu mikun, e kena mendu musafirin, e kena mendu kujshiun, prandaj lidhjet farefisnore ka qenë shumë të ngushta. E tash të bën me kuptu që prej që asaj shoqërisë që ma tepër i kena dhënë përparësi grupit ndoshta, edhe të tjerëve, në një shoqëri individualiste. Domethënë tash më shumë përqendrohet çdo kush në interesin e vet personal, edhe për çfarëdo çështje në radhë të parë domethënë e kthen ka vetja, çka përfitoj unë prej kësaj pune, cili është rezultati i lodhjes time nëse i shërbej dikujt me vjet, edhe nuk më thot asnjë faleminderit. Domethënë krejt këto të bëjnë me kuptu që po kalojna nga një shoqëri ndoshta që kemi pas shumë vlera prej solidaritetit, humanitetit, etjera në një shoqëri individualiste ku në qendër të vëmendjes është individi. Edhe kjo po na kushton shumë sepse në momentin kur njeri është pjesë e grupit, e bën një shkarkim emocional, kënaqet me njerëzit e tij. Përpara shpesh herë thom kanë marrë seanca grupore psikologjike gratë e mahallës. E ka qit njëna atje qajin, i ka thirr krejt tjerat, dikush një muhabet, që në fakt e ka emrin me seancë grupore që tash po e mbajnë psikologët. Terapi grupore. Terapi grupore. Do të thonë janë vlera që po zbehen, po në anën tjetër tërë po na kushtojnë shumë. Tash e kemi edhe faktorin e mediave, do më thonë që e bën presionin më të madh. E përmendi avokatja Beki, e përmendi që do më thonë ligji, rendi, gjithçka duhet nuk kanë dalë problemet në sipërfaqe, edhe mendojnë që kena pas më shumë vlera. Po në anën tjetër, ai s'dash për shembull me u bë që kaq shumë publike rastet e dhunës në familje, rastet e vrasjeve, ose me marrë që kaq shumë vëmendje mediatike. E ku bën një analizë para një kohe, po që nuk u bë tamam hulumtim. Ju kujtohet vrasja e Liridonës. Do më thonë ka prej krejtve. Dhe jemi ra në atë kuptimin për toke si shoqëri. Po prej Liridonës janë vargu në një periudhë të ngushtë kohore edhe shumë vrasje të tjera.
A e keni vrejt që në momentin kur bëhet një vrasje, i vrejnë që më një herë kanë mu pasu për vrasjeve tjera. E kjo të bën në herë me mendu që nështë ishtë dasht me u fshe kushtimisht, me u zbatu ligje, me u denu njerëzit të cilët i kanë bë këto gabime dhe këto shkelje, këtë vrasje, me u denu aq sa kërkohet, nështë atë vrasjet edhe më shumë do të me ndryshu ligje, po jo me u bërbandu publiku që ka shumë me këto informacione. Në aspektin pedagogjik, besa edhe psikologjik. Kisha dashtë me u lidhë në aspektin psikologjik. Gane... A kom basë që saj që pëtho, ma ja po, përbu shkrejt? Sigurisht që po, me shumë drejt e ki. Na shpesh prej dhimbjes, reagojmë vrollshëm, edhe si popull, edhe si njerëz, sepse është një ngjarje tragjike, një ngjarje rëndë që na ka prek secilin prej neve. Mirë po, sipas psikologjisë, sa do që ti ndoshta je të bë thirrje kundër vrasjes, je të bë thirrje për drejtat e grave, në një farë forme ti je të e promovu vrasjen. Sepse ti ja kujton dikujna që është në hall, ndoshta ka një problem me gruën e vet, ja kujton si mundsi vrasjen. Na më e marr një shembull në shkolla, kur kemi fol për bullizmin në shkolla, pikërisht masi kemi folë na për bullizmin, kemi bani projekt shumë të mirë me nxënësa, pikërisht ato ditë ka ndodhur një dhunë në shkollë, dhunë fizike mes nxënësave. Do me thonë, pavarësisht që ti mundohesh me i trajtu këto tema, me vedisu nxënësin apo të rritunin për ngjarjet për cilat është në pyetje, ti në farë mënyre po ja rikujton edhe po e promovon ato. Prandaj do në pas shumë kujdes çka postojna, çka qesim na për media, sepse mediat shpesh për marrë klikime qesin gjithçka edhe pa kritere. Por një farë forme ti je duke kujtu dikujna si kur mundësi ato që po e shfaq. Prandaj kjo lidhet shumë në anën psikologjike të njerëzve. Deshta me ndërlidh me prononcimin e juaj që theksuat më herët, se në qoftë se i promovojmë rastet e tilla të dhunës apo të vrasjeve, do t'i nxisim personat e tjerë në kryen e vepra penale. Unë vetëm dua të theksoj se në aspektin ligjor, njëri nga qëllimet e dënimit që parashihet me ligj është edhe parandalimi i personave të tjerë në kryen e veprave të ngjashme. Pra, vëdësimi apo ndërgjegjësimi i opinionit publik se nëse në të ardhmen ndokush do të kryejë vepër të ngjashme, do të merr dënimin meritor, sikurse kryesi potencial apo i caktuar i veprës penale. Po fatkeqësia në media tona është që nuk përqendrohen me informu, që për shembull vrasja ose ekspersoni që ushtroi dhunë në familje u dënua me kaq burg, ju hek liria për çka, u dënua me kaq para, domethënë nuk është fokusi te çështja sa është dënuar dhe çka ka me psuaj. Po shihen lotët e viktimës, ishte rënuar e tëra, ja fëmijët që kanë përjetuar, të më thonë qatë shpikin tituj, veç mi prek ndjenat edhe emocionet e qytetarëve për me mrit deri te klikimet, të më thonë si ka përfshi komercializmi, që të bënë me kuptu që edhe mediatona janë informacione edhe relevante për në arrit qëllimin. Njerëzit që kanë dëgju këto dhe plot raste tjera. Okej, ka shumë njerëz që ndoshta e marrin si kur shembull kë ka dënu kryerësi i veprës, po a disa të tjerë kanë thonë komedi që ka bën ajo. Çfarë mesazhi është për këtyre njerëzve? Domthonë gjithmonë po e fajsojnë prap gruan. Akoma pa e ditë që ka bën, akoma pa e ditë, se nështë nuk e din asnjëherë as që ka bën, as edhe pavarësisht ajo mund të qenë nështë fajtore ose jo. Gjithmonë unë e kam dëgjuar edhe personalisht, kom e ditë që ka bën. Domthonë, mediat shpesh me titujt e tyre po ndikojnë jo vetëm mirë, po ndikojnë më shumë keq se sa mirë, sepse titujt bombastik që po i qesin, shpesh kur po shkojnë te njerëzit, ata po sinqerisht po marrin këto se kom e ditë që ka bën ajo. Kjo është shumë e rëndë. A ka diçka në aspektin ligjor që, do më thonë, të rregulluar me ligj çështjen e vlerave shoqërore, te çështja e vlerave shoqërore, do më thonë, deri në cilin kufi kanë drejt media çështu me manipulu me opinionin publik? Vetëm ekziston si vepër penale fyrja edhe shpifja, të cilat janë të rregulluar me ligje përkatëse dhe mundin me u inicu në procedurë civile me paditë civile. Mirë po në aspektin penal, të më thënë si vepër penale janë largu se ma herët kanë qenë të përfshime në kodin penal, mirë po tash mundën me unicu vetëm me paditë civile. Çka nën kupton kjo padia civile? Do më thonë vetëm në procedurë civile mundesh me kërku kompenzimin e dëmit nëse gjykata vërteton se padia jote për fyrje, për shpifje është e bazuar. Do më thonë nëse dikush... Ndërsa ex officio nuk ndiqen.
Ex officio nuk ndiqen, vetëm sipas propozimit të personit të dëmtuar. Kur po flet për ligjet, po më bën me kuptu që na si shqiptar nuk e njohëm frikën. Dhe tamam më kthy te ajo që shqiptarit ndash me shtyp për mos me bani punë caktuar, për me bani punë caktuar, ti nuk guxon me bëj çet punë. Në momentin kur i thotë nuk guxon me bëj këtë vepër, e ta lë për shtypin gjatë nxitën edhe më shumë se unë muj me bëj dhe nuk e kam problem. Për fund çika sado që temën e patëm me fol për vlerat shoqërore, ndonjëherë nuk po them që dolëm prej vijave, po është e me gjanë. Është diçka që nuk mundesh me e kufizu. Fatkeqësisht nuk e kemi gjithkohën e botës përpara që me mujt me trajtu si temë, veç mas në emisionin ton të parë, po nuk po thëmë, ja morëm dorën me bashkëbisedu, po se cila jemi ma e unë se tjetra për me inda mendimet tona, edhe pse kemi tregu matori, unë po menu që kena me pas ma shumë ndërhyrje, sikur kur të pim kafe në herë kështu që e krejt energjin jashtë. Megjithatë erdhëm në fund, herën tjetër me gjetë një temë pak që në i dhezë të senzort e revoltës. Për fund? Për fund, kisha dashur me thonë se zbatimi dhe respektimi i ligjit, e pashtu forcimi i zbatimit ligjit në shoqëri, është vlerë shoqërore. Edhe këtë duhet me përcjell te qytetarët, duhet me u vedisu dhe me u ndërgjegjësu qytetarët që respektimi i zbatimit të ligjit, pavarësisht nëse e cënon mentalitetin e vjetër, duhet të bëhet për arsye se është vlerë shoqërore. Dhe konsideroj se për me u arrit një zbatim i mirëfillt i ligjit, duhet të kemi zbatim më të rreptë të ligjeve nga organet e drejtësisë. Organet e drejtësisë duhet të veprojnë menjëherë ndaj gjithë atyre shkelzve të ligjit, pa vonesë, dhe pashtu duhet të kemi një edukim ligjor qytetar, i cili duhet të ketë një bashkëveprim, bashkëpunim të familjes, shkollës dhe të mediave. Media, familja dhe shkolla, e sidomos mediat, duhet të punojnë më shumë në rritjen e ndërgjegjësimit qytetar sa i përket zbatimit të ligjit. Vale, atë kam bit diçka zhik për me thonë? Po, Gane, kisha dashur me thonë për fund që na si popull letiruajmë traditat edhe vlerat tona që i kemi si thesarin më të çmueshëm edhe si trashëgimin më të mirë që kemi pas si popull shqiptar, e që në këtë formë t'ja trashëgojmë edhe brezave të ri që do të vinë pas nesh. Pra, sado që të avancojmë si popull dhe të mbesëm shqiptar me zemër, me besë e me nder. E të mbesëm shqiptar vetëm me fjalë, po ta dëshmojmë atë me vepra. Të mos e jemi patriot, atë dhe dashës vetëm në data të caktuara, po të mundohemi të jemi gjatë gjithë kohës, ta duam Kosovën tonë të bukur, të duam vlerat tona shoqërore, të mundohemi me dhënë prej vetës vetëm mirësi, prej buzëqeshjes, të lëmosha e deri tek ndihma konkrete ndaj njëri tjetrit. Të dashur shikues, të dashura paneliste, ju falenderoj juve mas pari, po besoj që kena mri me bë diçka të bukur bashkarisht, që inshallah në talmën kemi me qenë edhe me tema që ju prekin drejt për drejt se cilin për juve, në mënyrë që ato që i kemi pas bagazh të njohurive të ndajmë me gjithë ju që jeni në përshpia. Bashkë me neve keni me pas mundësi me pas një pasqyrë reale të çështjeve shoqërore edhe atyreve shpirtërore që kanë më përcjell prej Valentinës, e në anën tjetër keni me qenë më afër njohjes së ligjeve bashkë me Belkize Berishën. Të dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve për kohën që e keni nda me qenë bashkë me neve. Ju falenderoj edhe po pres që gjithmonë keni me qenë aty për më ndjek. Mirëmbëjtje.